thuaj se e votave, pra përveç atyre të diasporës dhe votave me post. Jo, unë se kam prit këtë rezultat ka së të thellë dhe natyrisht ka shumë faktorë që duhet të diskutohen, ka një proces të gjatë të elaborimit që duhet bëhet për të kuptuar pse ka ndodhur ky rezultat, por ajo çfarë tashmë është evidente se është se lëvizja vetëvendosje është pra një fitore do të thëja historike. Dhe natyrisht sa duhet kjo është fitoria më e madhe shënuar ndonjëherë në Republikën e Kosovës, për aq sa ta themi mban mend zgjedhjet në procesin e pasluftës. Përkatësisht nga periudha e pasluftës deri në ditën që flasim, një subjekt politik s'ka arritur që të ketë kur kaq shumë vota. Përtej kësaj, pra përtej statistikave, unë konsideroj që duhet të fillojmë në partitë politike në veçanti, duhet që të fillojnë të bëjnë një analizë të detajuar, do të thoya të marrin masa urgjente, sepse rezultati aktual nuk është që përcakton vetëm qeverisjen, por e përcakton edhe pozicionin e partive politike edhe opozitare në mënyrën se si ata do të qasen opozitarizmin të tyre. Në anën tjetër është shumë e rëndësishme të dihet se përveç se do të ketë me gjas shumë shpejt formim të Kuvendit të Kosovës, do të kemi edhe me gjas brenda seancës së njëjtë edhe votim të qeverisë së Republikës, duke qenë se nuk ka nevojë për koalicione të mëdha përveç se me minoritarët sapo reflektojnë numrat aktual. Me gjas kjo do të na hapë edhe një dritare tjetër atë të zgjedhjes së çështjes së presidentit të Republikës ose postit të presidentit. Ju përket partive politike që të pozicionohen. Tashmë është një deklarim i qartë i LTK-s, i bërë nga nënkryetari zoti Aziri, që thotë se ne kemi nevojë për diskutime me partin fituese të zgjedhjeve për të gjetur një emër se ta kanë postin të presidentit. Por kjo është një çështje e dytë që mund të diskutohet ndërkohë. Prandaj dy gjëra duhet i përmendim më një herë. E para është se qytetarët e Kosovës kanë pasur një dalje të kënaqshme në zgjedhje dhe një proces zgjedhor briljant, do ta quaja, pa as më të voglin ekses për jashtë listën serbe që vazhdon akoma të shkel ligjin për zgjedhjet, që mund të diskutohet këtu edhe me avokatin Sopjani, por gjithsesi edhe faza e dytë është ky rezultat që për mua fillimisht ka qenë i pritshëm. S'paku jo në këtë mas. Në rënditje po, por jo në përqindje. Absolutisht në rënditje kemi pasur, ta themi, kam pasur bindje të plotë se do të jetë kësaj. Edhe kemi thënë disa herë, por kjo është dukur që është sikur anim për një subjekt politik. Partitë politike opozitare ose deri dash opozitare se kanë kuptuar nga një herë qëndrimet që kemi mbajtur dhe kjo s'ka qenë kundër tyre, ka qenë thjesht një kërkesë që të reflektojnë për mënyrën e tyre të opozitbërjes. Përtej kësaj tashmë jemi pranë përballje një të vërtetë tjetër. Kjo vërtet është domethënë se për skenën tonë politike dhe duhet të trajtohet po me kaq seriozitet sa është vetë rezultati. Zoti Sopjani, e pritet ju këtë renditje